Pas refuzimit të parë të bërë në Strasburg, Ina Rama të riqet nga kërkesa për të bërë gjyqtare në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit. Për këtë garë kanë riaplikuar sërish Genti Ibrahimi dhe Sokol Berberi, dhe ata pjesë e treshes së refuzuar në gusht nga gjykata, që për datës 1 nëntor qeveria rihapi aplikimin për përfaqësuesin e shtetit shqiptar në Gjykatën e Strasburgut. Në garë janë përfshirë dhe 8 persona të tjerë, mes të cilëve dhe juristja e famshme Aurela Anastasi, që së bashku me Genti Ibrahimin ndihmuan në hartimin e reformës në drejtësi. Ashtu dhe ish avokatja Mihal Deli Orgjit, e cila ndihmoi të fitonte 15.000 euro dëmshpërblim nga shteti shqiptar në gjyqin në Strasburg. Elira Kokona është përfshirë në garë. Ajo u skualifikua nga komisioni herën e parë gjatë verës së këtij viti. Emrat e tjerë janë ata të gjyqtarit Aleksandër Muskaj, Aslan Karaj, Ermal Frashërit, Mariana Selimi Tutulanit, Markelian Koças, Oriana Muçollarit dhe Suela Monerit. Nga këto 10 juristë, qeveria shqiptare do dërgojë në Strasburg vetëm 3. Të njëjtën procedurë zhvilloi dhe në fund të gushtit, por gjykata skualifikoi 3 kandidaturat, ato të Genti Ibrahimit, Sokol Berberit dhe Ina Ramës për shkeljet procedurave të përzgjedhjes. Mandati i gjyqtarit në Strasburg është 9 vjeçar. Aktualisht këtë detyrë e ushtron Ledi Bianku deri në 31 janar të 2017-s.